Përshëndetje, hartimi që kemi ardhur në Solo Intervista. Ç'po thua diçka për karrierën tënde? Përshëndetje. Pikës parë quhem Aldi Gjoni, kam ikur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që në vitin e largët 2010-s, po bëj thuajse 16 vjet andej. Vend në cilin unë kam studiuar për ekonomik dhe menaxhim korporatash. Dhe këto studime të cilat bëra jam përsëri punoj në fushën time, ku për momentin jam konsulent për një korporat shumë të madhe, e cila merret me konsulenca kundrejt bizneseve të cilat merren me pjesëkëmbimi, goma dhe shumë tjera. Aldi, si shikon ti personalisht ngjarjet që po ndodhin sot në Shqipëri, në Tiranë? Është shumë e vështirë të thuash si e gjykon, po mendoj që është momenti i dur. Është momenti i dur për të gjithë shqiptarin, dua të them, jo vetëm shqiptarët cilët jetojnë në Shqipëri, po edhe diaspora tregoj me ardhjen e saj që kupa është mbushur, ngjarjet e Arjollit, besoj se ishin ato të cilën e mbushën kupën, ku policia, shteti, oligarkia, krimi, çdo gjë treguan arogancën e tyre në nivelet jashtëzakonisht shumë të larta, ku populli nuk po pyetesh më. Dhe më vonë patëm Zvernecin me ato pamje të cilat me pak fjalë derdhën kupën. Kjo ndodh kur shteti ka arogancë, ku e humbet kontaktin me popullin, ku nuk e dëgjon më hallet e popullit, edhe këto janë gjëra që ndodhin. Sheshi e tregon më së miri. Si shikon ardhmen e Shqipërisë? Ardhmja e Shqipërisë ka shumë potencial. Ka potencial jashtëzakonisht shumë të madh, pasi gjatë shumë këtyre viteve shumë nga ne janë detyruar të emigrojnë jashtë. Gjë e cila për momentin është gjë shumë e keqe, po në një të ardhme të afërt kjo gjë mund të kthehet mbrapsht dhe ne me të gjithë mëgatën cilën e kemi jashtë, e cila është arsimuar, shkolluar, ka fituar profesione, ka fituar dhe kulturë tjetër në botën perëndimore, mund të vi edhe unë njoh personalisht shumë veta të cilët duan të vinë nëse kushtet e duhura janë, të cilat nuk janë sot për sot, edhe mund të japin kontributin e tyre. Jemi vend shumë i vogël, me një potencial shumë të madh, edhe është shumë e thjeshtë që ky vend të shkojë siç do dhe familja europiane të shkojë. Si mendon, fillon nga arsimi? Arsimi luan rol jashtëzakonisht shumë të madh për brezat e ardhshëm. Ndryshimi fillon nga arsimi, po ndryshimi imediat, unë vazhdoj të shkoj ides që ndryshimi imediat fillon nga diaspora, e cila kthehet në Shqipëri, jep komplet eksperiencën e tyre të cilat e kanë marrë, dhe normalisht fushat si arsimi përgatisin brezin e ardhshëm që mos të jetë pasqyrë e kësaj që po ndodh sot. Pra, diaspora mendoni që është shumë e zonjë, shumë e aftë, ka dhe burime financiare, dhe nëse ku do kemi, po themi ne, liri në konkurrencë, pra të jetë një konkurrencë e lirë dhe ndershme, atëherë ju mendoni që këto burime mund të shfrytëzohen shumë mirë për popullin shqiptar. Po, e thatë shumë qartë edhe kjo, se nuk dua edhe të kuptojmë kuptimin që diaspora është shumë e aftë. Këtu në Shqipëri ka njerëz që mund të jenë shumë herë më të aftë se nga diaspora, po sistemi i cili është krijuar këtu nuk e lej njeriu e aftë të shfaqë aftësinë e vet edhe të ecë përpara. Meritokracia këtu, duke parë qoftë edhe parlamentin që kemi, qoftë edhe në drejtoria të shumta, unë e kam vështirë ta besoj që çdo kush ecën me meritokraci. Si mendon për pjesën e protestës? Çfarë do zgjidhë protesta? Protesta unë mendoj që zgjidhi diçka, zgjoj popullin nga gjumi, zgjoj diasporën nga gjumi, zgjoj gjithë shqiptarët nga gjumi. I dha një shuklak jashtëzakonisht shumë të madhe politikës, sidomos medjes. Unë mbaj mend ditët e para të protestës, dolën lloj
pseudo-analistash, pseudo-politikanësh flisnin, asnjëri nuk besonte në protestën, por protesta dhe populli shqiptar tregoi komplet kundërtën, tregoi që nuk mundet të na hidhni më hi syve, nuk ju besoj më. Çdo gjë që ju që thoni, e thoni thjesht se jeni të lidhur me interesa financiare nga dikush tjetër që ju kontrollon, ku fajtorët kryesorë absolutisht janë Edi Rama dhe Sali Berisha. Aldi, kemi një mesazh për shqiptarët? Jo vetëm Shqipërinë. Mesazhi për shqiptarët, unë besoj që protesta e ka mesazhin shumë herë më të madh se çfarëdo lloj gjëri që unë mund të them, por protestoni dhe protestoni për një Shqipëri sa më të mirë, ku çështja kryesore është meritokracia dhe jo korrupsioni. Faleminderit Aldi, të uroj sukses. Kënaqësia është e ime. Bravo.